Në shtëpinë më të famshme në Shqipëri, ku çdo ditë sjell dinamika të reja dhe emocione të forta, atmosfera ka marrë një kthes dramatike pas një situate të paprecedent që përfshiu grupin e Gretës. Ajo që duhej të ishte një ditë e zakonshme përgatitjesh për sfidën javore të kërcimit, u shndërrua në një moment përplasjeje të drejtpërdrejtë mes banorëve dhe autoritetit të vëllait të madh. Sipas burimeve brenda shtëpisë, provat për performancën e kërcimit kishin nisur me tension që në orët e para të ditës. Koreografit kërkonin përkushtim, disiplinë dhe bashkëpunim, por pikërisht këtu nisi përçarja. Grupi i Gretës shfaqi hezitim dhe më pas refuzim të hapur për të vazhduar provat, duke mos respektuar udhëzimet e dhëna nga produksioni. Disa prej banorëve u shprehen se ndiheshin të lodhur dhe të mbingarkuar emocionalisht, ndërsa të tjerë lanë të kuptohej se kishte pakënaqësi të brendshme me mënyrën si ishte ndarë sfida. Megjithatë, pavarësisht arsyeve, rregullat e shtëpisë janë të qarta. Sfidat janë pjesë thelbësore e lojës dhe pjesëmarrja nuk është opsionale. Refuzimi i vazhdueshëm bëri që situata të konsiderohej shkelje serioze. Në një moment kur tensioni kishte arritur kulmin dhe diskutimet mes banorëve po bëheshin gjithnjë më të ashpra, në shtëpi mbërriti zarfi i zi, simboli që paralajmëron vendime të rënda dhe pasoja që ndikojnë drejtpërdrejt në rrjedhën e lojës. Heshtja që pushtoi ambientin në momentin e leximit të mesazhit tregoi qartë se banorët e kuptuan peshën e situatës. Vendimi kryesor i shpallur ishte anulimi i televotimit aktual. Një lëvizje e fortë që ndryshon ekuilibrat e garës dhe prek jo vetëm banorët e përfshirë në shkelje, por të gjithë lojtarët. Televotimi është ura lidhëse mes publikut dhe fatit të banorëve. Ndaj anulimi i tij konsiderohet një ndër masat më drastike që mund të ndërmarrë produksioni. Kjo ka krijuar pasiguri dhe ankth brenda shtëpisë, pasi askush nuk di se si do të riformatohet loja pas këtij vendimi. Në zarfin e zi u theksua qartë se autoriteti i vëllait të madh është absolut dhe i panegociueshëm. Mosbindja, qoftë individuale apo në grup, përbën cenim të rregullave bazë dhe do të shoqërohet me pasoja konkrete. Megjithatë, masa specifike ndaj grupit të Gretës nuk u zbuluan menjëherë. Produksioni la të kuptohet se detajet do të bëhen publike gjatë primet të së martës, duke rritur ndjeshëm kuriozitetin e publikut dhe presionin psikologjik mbi banorët. Nga ana tjetër, zhvillimet e papritura sollën një avantazh të menjëhershëm për grupin e Selinit. Ata u shpallën automatikisht fitues të sfidës së kërcimit, duke përfituar nga mosrealizimi i provave nga kundërshtarët. Ky vendim u shoqërua me shpërblimin që ata të performojnë live në spektaklin e madh, një mundësi që jo vetëm i ekspozon para publikut, por edhe forcon pozitat e tyre në lojë. Brenda grupit të Selinit u vure gëzim, por edhe një lloj përmbajtjeje, pasi situata e tensionuar në shtëpi nuk linte shumë hapësirë për festë të hapur. Ndërkohë, marrëdhëniet mes banorëve janë tensionuar ndjeshëm. Disa e shohin veprimin e grupit të Gretës si një akt rebelimi të pajustifikuar që dëmton lojën, ndërsa të tjerë mendojnë se pas këtij qëndrimi fshihen lodhje emocionale dhe presione të akumuluara. Debatet kanë vijuar gjatë gjithë ditës me akuza, justifikime dhe përpjekje për të gjetur fajtorët, duke e kthyer shtëpinë në një arenë diskutimesh të nxehta. Ky zhvillim pritet të ketë ndikim afatgjatë në strategjitë e banorëve. Frika nga ndëshkimet dhe mesazhi i qartë i zarfit të zi mund të ndryshojnë mënyrën se si ata do të reagojnë ndaj sfidave në të ardhmen. Disiplina dhe bindja ndaj rregullave tashmë janë kthyer në prioritet absolut, ndërsa çdo hap i gabuar mund të ketë pasoja të rënda. Të gjithë syt janë tashmë nga praimi i së martës, ku pritet të zbardhen masat ndaj grupit të Gretës dhe të qartësohet se si do të vazhdojë loja pas anulimit të televotimit. Publiku pret me kurreshtje të shohë nëse do të ketë penalizime individuale, kolektive apo edhe ndryshime të tjera në forma. Një gjë është e sigurt, pas këtij momenti, asgjë në shtëpinë më të famshme nuk do të jetë më njësoj. Nëse ju pëlqeu kjo video, shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e zilës që të informoheni për videot më të reja.